Atere, për procedur, unë dua të di nga kolegët e majorancës se edhe për sa kohë do vazhdojnë të shtiren sikur s'po ndodh asgjë. Edhe për sa kohë do vazhdojnë të krijen, ndërkohë që flaka ka arritur te gjuri. Është dita e 19 e një proteste të vazhdueshme ku 100.000 qytetarë të këtij vendi kërkojnë dorëheqjen e kësaj qeverie dhe ju vazhdoni të bëni sikur s'dëgjoni. Rezoluta e Parlamentit Evropian ju nxiu faqen. Ju tha shfuqizoni ligjet për të cilat po protestohet. Ju ndërpreu lejet e ndërtimit me të cilat ushqeni trafikantët dhe oligarkët. Salla e Parlamentit Evropian po kumbon ende nga fjalimet e eurodeputetëve në mbrojtje të kërkesave të protestuesve. Deputetja suedeze doli dhe tha se si shpërfillen, injorohen nevojat bazike të shqiptarëve për një pakisë të privilegjuar. Deputeti gjerman doli tha për korrupsionin politik që po pamundson shtetin e së drejtës. Deputetja italiane doli dhe tha se Shqipëria është bërë model për gjithë Evropën se si protestohet kundër një pushteti dhe një opozite që nuk e përfaqëson më popullin e saj. Dhe gjithë ata janë duke na thënë se si po komprometoni rrugën për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe ju vazhdoni të bëni sikur s'dëgjoni. Deputetja juaj e dha dorëheqje nga partia në nder të saj dhe sot po denoncon se si po i kërcënohet familja nga krimi organizuar i partisë tuaj dhe ju çfarë bëni? Ju dini dhe thoni se ndiheni të tradhtuar, në vend se të ndiqni shembullin e saj, në vend se të dilni në krah në këtë moment, ju qenkeni të tradhtuar. E di se kush është i tradhtuar? Ata studentët e 2018-s, kur Neo Malsoria u fut në Partinë Socialiste. Po sot që e bëri gjestin e saj, ju ndjeni tradhtuar, ju që jeni mbërthyer mbrapa kolltukut në pritje të deklaratës së radhës së sultanit. Ju që thoni, mbase e hedhim lumin dhe kësaj radhe dhe dilni këtu dhe recitoni fjalime me zhvillime, me integrime e bëshkulla e kësaj natyre, ju jeni të tradhtuar. Unë vetëm në këtë parlament kam parë njerëz që edhe shtiren si patriot, edhe janë hajdut të adeu të tyre. Dhe patriot dhe hajdut të adeu nuk kam parë gjikundi tjetër. Se në fund të ditës, hajduti që është hajdut, është 100 herë më i ndershëm se sa patrioti hajdut. Prandaj, sa më gjatë të bëni sikur s'dëgjoni, aq më shumë do mbushet sheshi, aq më fort do kumboj thirrja Ramanburg, Berishamburg, prandaj zhbllokoni veshët dhe jepni dorëheqjen sa së zhvon përpara se t'ju marrë përpara vala e mlefit të mbar shqiptarëve kudo që ndodhen.